dhe provat e paraqitura e bën shumë të qartë se akuzat nuk qëndrojnë. Prandaj, i vetmi vendim i drejt është pafajësia e plotë. Është e vërtet e dhimbshme që kjo prokurori përpiqet të hedhë poshtë dëshmitë të zyrtarëve të lartë të NATO-s, Shtetit Bashkuar të Amerikës, Britanisë së Madhe dhe OKB-s në këtë gjykatë. Të atyre dhe njerëzve të tyre që ishin tërkohën bashkë me ne në terren, që ishin sytë dhe veshët e perëndimit nga Kosova. Kjo është krejt qesharake. Si duket, kjo prokurori sërish më mbiçmon më tepër se që meritoi. Nga ana tjetër, kjo prokurori lartëson në qiell dëshmitë e fabrikuara nga epoka e regjimit të Slobodan Milošević. Unë qëndroj në këtë proces me bindje dhe besim se e vërteta nuk ka arsye të ketë frikë nga drejtësia. Dhe se drejtësia mund vonohet, por nuk mohohet kurrë. Kam vepruar me këtë bindje. Kam jetuar me këtë bindje. Sot këtu para ju qëndroj me këtë bindje. Dhe me siguri mund të them. Unë e di kush jam. Unë e di çfarë kam bërë dhe çfarë nuk kam bërë. Veprimet e mia kanë qenë njerëzore, prandaj jam këtu në Kosovë. Jo si ushtari i trajnuar, por si një individ ende në studime. Jo me urrejtje, me bindje. U ktheva sepse ndjeva detyrim moral ndaj vendit tim. U ktheva sepse nuk mund të qëndroja indiferent ndaj vujtjeve të popullit tim. Synimi im ishte i qartë. Kontribuoja për lirinë dhe drejtësinë e popullit tim, por mos t'i bëja askujt pa. Por historia na mëson se ata që vendosin paqe shpesh përballen me pasuja. Dhe duke pa realitetin e sotëm, kur bota ka aq shumë nevojë për paqe, është e qartë se në ajo nuk arrihet gjithmonë lehtë. Dhe për ta ruajtur atë, shpesh është edhe më vështirë. Është hera e tretë, edhe shpresoj të jetë e fundit, që unë marr fjalën në këtë sallë gjyqi. Kanë kaluar më shumë se 5 vite nga fillimi i këtij procesi gjyqësor. Këto 5 vite nuk kanë qenë të lehta për ne, po as të parëndësishme për historinë e vendit tim. Në një pjesë të parashtrimeve të saj, prokuroria në mënyrë të çuditshme dhe në formë akuze, me të cilëson si njëri person i afërt me Adem Jasharin dhe si organizator që gëzon të respekt. Nuk është e qartë nëse kjo është menduar si akuzë apo si vlerësim. Për mua, të qenit bashkëluftari Adem Jasharit është nderi më i madh që mund ta kisha. Megjithëse prokuroria, që në fillim të paraqitjes së saj, të fjalës përfundimtare, deklaroi se nuk kërkon dënimin e shtabit përgjithshëm të UÇK-s, gjatë gjithë kohës që pati në dispozicion, shënjesër e saj ishte pikërisht shtabi i përgjithshëm i UÇK-s, ushtria çlirimtare dhe në veçanti qëllimi i saj, që ishte pavarësia. Edhe nëse lufta në Kosovë nuk të ndalej në qershor të vitit 1999 dhe do të vazhdonte deri në ditën e sotme, unë ende do të isha ushtarja dheutin. Kuptohet, nëse nuk do të isha vrarë deri më tani, për çka gjasat ishin reale. Jam i bindur se bëm gjën në duhur. Edhe sot do ta bëja të njëjtën gjë. E historia e Kosovës nuk mund të rishkruhet, aq më tepër në një sallë gjyqi. Historinë e Kosovës e kanë shkruar me çmimin e sakrificës qytetarët e saj, luftëtarët e lirisë dhe dëshmorët e atë dheut, që e përcillte atë dëshmi dëgjuam generalin e NATO-s teksa tha, citoj: Miloševići më tha se e dim se si të sillemi me shqiptarët, duhet vrarë të gjithë. Edhe ne e dinim këtë, sepse Serbia kur nuk e fshihte qëllimin e saj ndaj shqiptarëve. Prandaj pyes sërish, çfarë duhej të bënim ne? Ta prisnim radhën për të vrarë, apo të iknim nga vendi dhe shtëpitë tona? Të vitit 1998, kur dola hapur me emrin tim të plot dhe pa mask si zëdhënës i UÇK-s. Rreziqet ishin të jashtëzakonshëm, por
nuk është shqetësova për sigurinë time, sepse me udhëheqte përkushtimi im ndaj të gjithë qytetarëve të Kosovës dhe armërisë së tyre. Një njeri nuk zgjedh lehtë rezistencën, ai e zgjedh kur çdo derë tjetër drejt dinjitetit është e mbyllur. Sot ndodhem në vitin tim të 16 të burgimit, vetëm se luftova për liri, pavarësinë e popullit tim. Thash në vitin e 16, se 10 vite e më tepër burg i kam kaluar nga viti 1981 deri në vitin 1991. Akuzat e prokurorisë kundër nesh dhe UÇK-s janë ndërtuar mbi narrativat e atyre që shkaktuan disa luftra në gjithë Federatën Jugoslave brenda një dekade të vetme. Nuk besoj se kjo akuzë i shërben ndonjë drejtësie, e sidomos jo drejtësisë që shoqëritë demokratike pretendojnë ta mbrojnë. Drejtësia nuk mund të ndërtohet mbi gjuhën e ish shtypsve.